Shpresoj që jeni duke u kënaqur me programin e televizionit të UTA tashmë që kemi realizuar për festën e Fitër Bajramit. Ne jemi duke vazhduar, kështu intervist pas interviste dhe të ftuar të ndryshëm që jemi munduar t'ia kushtojmë kësaj dite dhe kësaj feste. Sot kemi kënaqësinë që të kemi në studio një figurë të njohur dhe të respektuar për besimtarët, një ish imam që për vite me radhë ka shërbyer me përkushtim në Ulqen për të vazhduar më pas misionin e tij fetar edhe në Beograd. Pas një eksperiencë të vyer dhe kontributit të çmuar, ai është rikthyer sërish pranë komunitetit të tij në Ulqen. Është kënaqësi që sot të jetë me neve Safet Resulbegović. Përshëndetje dhe gëzuar festën e Fitër Bajramit. Përshëndetje, faleminderit për ftesë edhe urime Bajramit të gjithëve, edhe juve këtu në studio, edhe shikuesit tonë. Faleminderit. Gëzuar dhe për shumë. Safet, na tregoni si po përjetoni këtë Bajram këtu në Ulqen pas shumë viteve? Po në fakt, pas shumë viteve kam pas rastin që të jem për Ramazan në Ulqen përsëri, edhe që tash edhe për Bajram, edhe është fakt emocionale, edhe Ramazani ka qenë mas një periudhë së gjatë, bosh duke folë edhe duke bisedu me njerëz, mas një periudhë së gjatë kam pas rast që ta gjyroj të një Ramazanin pa obligime, sikur se ka një imamet këtu me obligime të shumë të gjatë dite, edhe plus agjerimin, apo njerëzit të cilë janë duke punu tërë ditën dhe duke u marrë me punë dhe gjëra tjera. Unë kam pas rast, alhamdulillah, prej Zotit, duke falenderu Zotin, dhe me tha në këto qastet të veçanta që njëherë një jetë e patë një Ramazan është relax, i kishë ta njerëzit. Keni qenë imam në Ulqen, si që tha edhe Egzona. Po, një periudhë, po. Si ka qenë, ti esh imam në atë periudhë? Pa, unë ishe në periudhën kur ishe gjatë shkollimeve, dhe me thanë, pikë se parë ishe në Xhamin e Lamit, pastaj me vendim nga 2006 në Xhamin Krye Pazari, Xhamia e Mezjahut, dhe, ishte një periudhë interesante, ishte një periudhë shumë interesante, kur edhe unë vetë ishe i ri, edhe unë vetë ishe duke kërku dituri, edhe unë nga njëherë vetë ishe në konflikt me mendimet mia, edhe ajo ishte një periudhë nga dënimit fetar në Ulqen, kur Islami pak mas shumë t'i filloj, dhe me thamë pas aty në viteve të 90-ave dhe në fillimin e 2000-ave, filloj Islami pak ma atje për mu liru, se ne nëse i shofim edhe ju, gjatë Ramazani kemi pas rast me shikun nga arkivi emisionet të juaja, e shofim që isha ja periudhe 90-ave kur veç të moshuarit ishin në xhami, pastaj ka fillu me ardhe rinia në xhami dhe aty vishte një farë konfliktit mes gjeneratave, ti thome, edhe mos kuptimi edhe mos pajtimi, që ish edhe normale deri ndiku, se gjithmonë ka mes gjeneratave do t'jetë një farë mos kuptimit. Dhe tesh nga një pravoja edhe mas një periudhe së gjatë kur kthehem, e shoh që në xhami dominon rinia. Shumë rini. Edhe nuk ka ma atë konflikt mes të moçmit edhe të rinis, dhe më thënë disesi ka ardhë në atë nivelin, apo në atë rolin si duhet edhe me qenë edhe si duhet me uzbatu Islami. Kush më mirë se ju mund të na shpjegoj se çfarë kuptimi ka Bajrami si festë përtej gëzimit që kemi ne edhe përtej asaj që ne bëm një muaj të plot agjërim dhe dalim pastaj në festën e Fitër Bajramit. Si na shpjegoni pak a shumë këtë për besimtarët musliman? Pikë së pari, për mi kuptu një gjë, apo për mi kuptu edhe vetë Bajramin, duhet me kuptu domethënien apo fjalën, në rranjën e fjalës. Domethënë, ne sot jemi bombarduar me informatë të tepërta dhe neve nuk na mungojnë informatat, por na mungon kuptimi i informatave. Mu për këtë arsye, unë kishe fillu me spjegu Bajramin në aspektin gjuhësor. Në gjuhën arabe, Bajramit i thonë Eid. Të gjithë ato të cilë pranuan Islamin, pastaj, domethënë duke fillu Afrika, duke fillu Irani, Afganistani, Pakistani, edhe shtetet tjerë me radhë, e përdorin për Bajram, e përdorin fjalën Eid. Përveç se në gjuhën turke thohet Bajram.
Kurse ne muslimanët e Ballkanit, do të thënë duke filluar prej Slovenisë, duke marru në Maqedoni, i thonë njësej Bajram. Bajram në gjuhën turke, sa di unë, do me thënë fest. Par, unë nuk do t'i referohem gjuhës turke dhe Bajramit, do t'i referohem me Aidit, që dhe me thënë. Aidi në gjuhën arabe e ka rranjën prej fjales apo foljes ade jeudu, që do të thot t'i kthehesh serisht, përsëritesh, apo të bëhesh zakon, dhe me thënë, në gjuhën në letërsi arabe. Dhe me thënë, pas kësaj, ato thonë që Aid do të thot fest. Apo fest, si pas definicionit të linguistëve arab, është ditë gëzimi, ditë festimi, ditë kremtimi. Ajo që është shumë me rëndësi që të dim, se Bajrami apo Aidi, vetë fjala Aid, pra do të përdori deri diku Aid, pastaj do të fillojmë të flasim për Bajram. Fjala Aid në gjuhën arabe ka disa domethënie, ka disa kuptime. Njëri prej kuptimeve është kuptimi metaforik, ti thojmë, apo në poezinë arabe, i rrëfehet për shembull kur poetët flasin për mallim, apo tregojnë për ndonjë mbrenk, apo për ndonjë problem që i kanë, dhe sidomos mallimi i dashurisë dhe krahasojnë atë mallin për dashuri që kanë sikurse Eid apo Bajram apo fest për shpirtin e tyre. Edhe ky është një spjegim metaforik apo një mënyrë figurative. Pastaj Aidi ka një aspektin sociologjik edhe social në gjuhën arabe, kur i thon Aid. Ai do të thotë ditë të tubimit edhe ditë të gëzimit, edhe ditë kur njerëzit bashkohen. Domethënë ky definicion. Pastaj kena edhe një definicion përgjithshëm që shikuesit tonë duhet njësej të dinë se kur thom Eid në gjuhën arabe edhe e lidhin për shembull Eid Milad, ajo do të thotë festa e lindjes, ditëlindja. Eid Milad il-Majid do të thotë festa e lindjes së Jezusit apo Krishtlindja. Kur i thojmë Eid i Ra'su Sene apo festimi i fund vitit apo festimi i vitit të ri. Domethënë Eid merret në përgjithësi për diçka që është sikurse fest. Dhe më në fund, pas këtyre 3 pikave, e kemi edhe këtë pjesën fetare. Me ardhjen e Islamit, Eid il-Fitr, apo festa e shprishjes. Il-Fitr, iftar kena pas gjatë Ramazanit, edhe këtu lidhet dhe me thënë Eid il-Fitr është në fakt festa e shprishjes kur përfundon Ramazani dhe kur besimtarve i lejohet që të ushqehen ashtu me radhë se kur donjë dhe sa donjë ata, jo veç në kohën e caktuar siç ishte gjatë Ramazanit. Me thënë, me ardhjen e Islamit, kjo fest merr një dimension fetar dhe e ka një dimension më të thellë se sa thjesht ditë festimi. Okej. Përse? Sepse Eid në Islam, në definicionin Islam, është diçka që kremtohet edhe festohet, sepse vetë Perëndia, hyjnia apo Zoti i Madhërisht, Allahu xhaleshanuhu, e ka urdhëruar edhe e ka përcaktuar se siç duhet të kremtohet edhe të festohet. Domethënë nuk është thjesht veç një tubim, por është një ritual fetar që merret nga hadithet edhe nga Kurani apo fjala hyjnore. Në bazë të Kur'anit, fjala Eid përmendet në surën El-Maide, apo Tryeza, apo Darka e fundit, edhe në lidhje me Isaun a.s. apo Jezusin Mesajin dhe havariunet e tij, apostojt e tij, përmendet kur thot, ata kur bajnë dua, thot, o Zoti ynë na zbrit sofrën apo Tryezën, që të na bëhet Eid, apo Bajram, apo në fjalë tjera që të na bëhet ngjarje që kujtohet, që të bëhet ditë falënderimi edhe ditë gëzimit. Në këtë kuptim e ka Eidi në Kur'an, e ka fjalën kur flasim për havariunet edhe për Isaun a.s. Kurse në hadith kur vjen Eidi vjen sikurse një urdhër edhe sikurse përcaktim edhe një gjë që i shmang çdo festa që ekzistonin para këty në 2 festave. Dhe më thënë pejgamberi a.s. Muhamedi i bekuar, kur erdhi në Medinë, i ka gjetur njerëz duke festu, duke kremtu disa prej ditëve, dhe pastaj i thavi, jo, ndaluni, keni me pas 2 Eide, 2 festa, 2 bajrame, mrena vitit,
Dhe këto janë më së miri se çdo gjë që keni festu dhe keni kremtu para kësaj. Pse tash flasim Eid, domethënë ky është një kuptim në gjuhën arabe. Në gjuhën tonë ne I thojmë Bajram, edhe I shumë bukur, se ne kur thojmë Bajram, ajo lidhet veç për festë fetare. Prandaj edhe nuk ish festë fetare, unë përdori shpesh herë kremtimi fetar, domethënë festa të jetë një gjë e përgjithshme, sikurse Eidi në gjuhën arabe është një festë e përgjithshme. Njashtu edhe festa në gjuhën tonë është një gjë e përgjithshme. Bajrami nuk është fest, Bajrami është një kremtim, cili na shpjegon një ngallënjim, domethënë cili ka lidhje me shpirt e me trup, jo vetëm festim normal apo I përgjithshëm. Çfarë ka në vete kur flasim për traditat, adetet edhe rregullat e saj? Kështu, rregullat e festimit apo kremtimit të Bajramit janë thjeshta. Çdo gjë që nuk e kundërshton ligjin e Zotit, çdo gjë që nuk e kundërshton sheriatin, çdo gjë që nuk përmban gjëra të ndaluara brenda është e lejuar. Domethënë është një hapësirë e madhe, domethënë nuk ka përkufizime ban zban, domethënë nuk ka përkufizim. Përkufizimi është ai të cilin e kena na edhe gjatë jetës së përditshme edhe gjatë jetës tonë në global. Por domethënë çdo gjë që ka ndalesën e veti është ndaluar brenda Bajramit edhe jashtë Bajramit. Edhe kjo është një definicion I Bajramit. Çka do të thotë? Bajramin e cakton pikë së pari, si kena thënë, është ai aspekti social dhe sociologjik tubimi. Natje, falja namazit të Bajramit. Pastaj e kena të obligueshme me vizitu familjen, fëqinj, miq, shok e tjerë. Pastaj e kena të obligueshme dhënien e lemoshës apo sadakas apo të ndihmojmë të varfurin. Edhe të gjitha këto e kena obligim duke shpreh kënaqësinë tonë, edhe duke shprehur gëzimi, sepse Bajrami nuk ishte veç një fest ku na shkojmë falena, por ishte një fest ku ne e kemi të obligueshëm e shpreh haptazi gëzimin tonë. Se jena duke kremtu Bajramin. Si mund të na bëni ju një krahasim, si e mbani mend Bajramin në kohët më përpara ju, kur keni qenë ndoshta edhe adoleshente dhe më I ri, dhe si e shihni sot, se si po e festojnë edhe rinia dhe brezi I ri? Përpara më duket që vizitojshim njëri tjetrin pak mas shumti. Sot edhe iftaret edhe Bajramit kanë filluar me na dal pak jashtë shtëpia dhe jashtë kanë filluar me dal pak më tepër se nevojitet në për kafahane dhe në për vende tjera. Që përsëri hajde ti thojmë Islami nuk na lën që të shkojmë me kohë, por edhe nuk na lejon që koha me na kontrollu çdo hap që bëjmë ne. Domethënë nuk ka gjatë keqe aty, por përsëri duhen me ditë që vendin një herë edhe iftaret edhe Bajrami e ka pikë së pari e kanë vendin me familje, me miq, pastaj si një liri mundën me zbatu atë edhe jashtë shtëpia. Domethënë në kohën time më duket që pak më tepër e kena vizitu njëri tjetrin nëpër shtëpia. Tash e kemi me telefone me një herë aty ashtu I bajmë fjalë që takohen ai, shkojmë filan vend pin kafe e me radhë. Edhe duket që dikejt atje ka nesi 2 mitave ka filluar edhe kanë qenë hit in ashtu Bajram party e gjana me radhë, dhe me thanë që edhe kjo lloj kremtimit të Bajramit nuk shkon. Nuk shkon. Kur jemi të kjo, a ka një kufi edhe gëzimi, le të themi, edhe festimi? Obligimisht që gjatë këtyre ditëve është pjesë e ibadetit, është pjesë e adhurimit, është ajo që Zoti don prej nesh që mu gëzu në këto ditë. Zoti don prej nesh që ne haptazi me dal, haptazi mu gëzu edhe me shfaq gëzimin ton. Por, siç e thash më parë, ai gëzimi jon nuk guxon me kalu ato ndalesat apo me kalu në ato gjëra me të cilat Zoti nuk ishte I kënaqur. A mundet ajo mu realizu në jetën e përditshme? Normalisht se mundet. A kuptoni? Sepse nëse kena mujt me agjëru një muj ditë, nëse kena mujt me u përmbajt Islamit një muj ditë, hajde ti përmbajtemi edhe këto 3 ditë. Se pse është gëzimi I obligueshëm? Se në një muj ditë Ramazanit kena agjëru.
edhe nuk kena pas problem me zbatu urdhërat e Perëndis. Pikë së pari. Çka ndodh? Në dita e Bajramit është në fakt dita e korrjes, dita e mbledhjes, e begatijave të Ramazanit. Të gjitha ato çka kemi vepruar na gjatë, të gjitha ato sakrifica, të gjitha ato hezitime që kena bërë, të gjitha ato mundime gjatë xhirimit, gjatë ibadeteve, gjatë namazeve të natës, të gjitha ato sot është dita kur na e marrim shpërblimin për atë. Sot është dita kur ne fitojmë diplomën, apo flet falenderimi, apo vërtetimin se e kena kryer, kena zbatuar urdhërin e Zotit. Unë për këtë arsye, na duhen më gëzu. Është ditë e gëzimit, por jo më gëzu në mënyrë që të gjitha këto të mirat edhe mirësina që kena bërë gjatë këtij muajit, që mi shkel me ato të cilët Zoti i ka ndaluar. Ky është qëllimi i Bajramit. Gastan edhe Zoti don prej nesh që më gëzu. Kemi qenë të devotshëm i muajit. Kena gëzim sot. Kena arrit shpirtnisht, edhe me trup, edhe me shpirt, me baj ibadet, dhe me thënë, kena arrit një mujdit me thënë jo ujit. Kena arrit një mujdit me thënë jo duhanit. Kena arrit një mujdit me thënë jo kafes. Edhe, dhe me thënë, kena mundësi, kena fuqi, kena kivet, edhe kena vullnet. Veç është pyetja, a dona na me zbatu një gjë? Mund për këtë arsye Bajrami edhe ish ditë e gëzimit, edhe ish obligim edhe atë që besimtarët duhen me ditë që sot në këtë ditë të gëzohesh, të jesh i lumtur, është ibadet, është namaz, është agjërim, është zekat, e me radhë. Përse kena festimin e Bajramit, e kena dy Bajrami, kena përmend edhe në fillim, që Eid el-Fitr, ky është Bajrami i shprishjes, i ushqimit, i iftarit, edhe Eid el-Adha apo Bajrami i sakrificës. Eid el-Fitr, ky Bajrami i Ramazanit apo Bajrami i shprishjes, lidhet për muajin e Ramazanit, lidhet për agjërimin dhe ne e kena kryer një shtyllë islamit. Shtylla e tretë e islamit është agjërimi. Edhe ne e kena zbatu shtyllën e tretë islamit. Pse në muajin e Ramazanit? Sepse në muajin e Ramazanit Zoti e ka shpallë Tevratin, Torën, Pentateu, Zeburin, Psalmet, Injilin apo Biblën, edhe ka fillu shpallja e Kur'anit. Dhe me thënë, mu për këtë arsye ne e kena agjëruar Ramazanin dhe sot festojmë. Pikë së pari, festojmë, kremtojmë fjalën e hyjnore, cila ka zbrit me na udhëzu, edhe kremtojmë shtyllën e tretë islamit. Kurse, Bajrami i Kurbanit apo Bajrami i Haxhit, Eid el-Adha, që në gjuhën arabe do të thotë festa e sakrificës, i refohet, lidhet me Ibrahimin a.s. dhe me benin e tij Ismailin, pikë së pari, lidhet me ritet e Haxhit, edhe po ashtu lidhet me fjalën e Allahut, sepse sipas shumicës së dietarëve, përfundimi i shpalljes së Kur'anit është bërë në Haxhul Veda apo në Haxhin e lamtumirës tek pejgamberi alayhis salam. Dhe më thanë, të dy bajrame lidhen edhe për profete, edhe për shtylla islame, edhe për fjalën hyjnore. Kënej, në Ramazan, Tevrati, Zeburi, Injili, fillimi i shpalljes së Kur'anit, mbarimi i shpalljes së Kur'anit për, si thonë ne, Kurban Bajram. Mu për këtë arsye edhe pejgamberi alayhis salam i ka caktuar dhe ka thënë veç në këto 2 ditë gjatë vitit ne kemi drejt të shfaqim haptazi publikisht duke u tubu gëzimin. Në asnjë tjetër sepse thonë në transmetime atje tregohet që mos të tepërohet sikurse popujt tjerë që e kanë tepruar në festimet e tyre. Si festohet Bajrami, e dim edhe mirë që sot natje të gjithë ne e para gjatë që kemi bërë, aja ishte sa që edhe obligueshme nga aspekti fetar që të lahemi, para se të nisemi xhami me shprish, me njëherë me hangër diçka, gastan thjesht Bajrami i shprishjes. Pastaj mund të bu me fal namazin e Bajramit. Namazi i Bajramit falet veç në xhamat apo në tubim, në bashki së bashku të gjithë, njësej sikur se namazi i xumas, edhe njësej sikur se namazi i xumas e ka pjesën predikimin hutben. Po. Çka ishte interesant, për namazin e Bajramit ishte obligim për të gjithë ne. Mu të bu. Të ri e të moshëm. Burra edhe gra. Burra edhe gra. Burra edhe gra, sa që edhe gruaja e cila ka arsyetim mas me fal namazin, dhe me thanë është në ciklin mujor, do të vije, do të marrje pjesë në solemnitet.
Nuk ka me fal namazin, por ka me qenë prezente aty në solemnitet, sepse vetë falja e namazit të Bajramit, këndimi i tekbireve që është obligueshëm në këtë ditë, Allahu Ekber, la ilaha illallah, dhe me thënë lavdrimi, falenderimi i Zotit, edhe rënja e salavateve bi profetin ton Muhammedin a.s. të bekuar, është obligim. Edhe, gruaja do të marrë pjesë në solemnitet, nuk kam i falë namazin, kam edhe një anë tjetër, nëse nuk mundet mu falë, nëse mundet mu falë, kam e marrë pjesë në namaz edhe kam e ndëgju hutben. Kjo ishtë ajo që na vjen neve nga syneti, edhe nga traditat e të parëve, dhe me thanë të cilë kanë jetu në kohën e profetit edhe të cilë kanë njërë ashabet e tabinet e më radhë. Në Ulqin, ndoshta tradita është kështu si që thoni ju, por në Ulqin gratë rrinë dhe i presin burrat me ato lëkumat e mëngjesit që i kemi tradit nga gjyshet dhe nënët tona. Traditat e Bajramit është dallohen prej vend në vend, ne jena duke folë për këtë aspektin fetar, edhe kjo tradit që e kena ne nuk ish që do të thotë që kjo tradit i kundërshtohet islamit dhe nuk ish me islam dhe ka do një gabim. Nështë edhe të partë tonë, dhe me thanë, nga njëherë mendohet që njerëzit të jenë praktik. Nështë në xhami nuk ka vend mjaft për mu të bu të gjithë burra edhe gra, se edhim se qatë namazit të Bajramit, alhamdulillah, i kena xhamia të plotë, dhe me thënë. Flasim për momentin se pejgamberi a.s. i bekuar edhe shokët e tij ata falshin në musalla, namazin e Bajramit, apo në vend faljes, si që ishte organizu këtu disa vite me radhë në themelet e xhamisë me rast, dhe me thënë, si që thomë në autobuske vjetër, apo? Dhe me thënë, u të bojshin në musalla, pse? Për shkak që mu taku njerë sa ma shumë. Mu për këtë shkak edhe ishtë sa që urdhër fetar që kur shkoj me falë namazin e Bajramit, me shku me ecë një rrugë, kur kthehen prej namazit të Bajramit, mu kthy prej nëpërmjet rrugë, me gjetë rrugën tjetër, apo? Pse? Që mu taku sa ma tepër. Mu për këtë arsye edhe këtë ubimi, dhe me thënë të gjithë së bashku në një vend, sa që edhe gratë të cilët nuk e ka një obligim në atë moment me falë namazin, janë të liruar nga namazin, apo e ka një obligim apo me marrë pjesë në solemnitet, në ceremoni të faljes së Bajramit, me ndëgju hutben edhe me da hap të gëzimin me besimtarë. Kur e mendon në këtë formë, le të themi, në një vend më islamik si që është Ulqini, edhe pastaj rrugtimi yt shkon në Beograd. Gjithë këtë harmonin fetare ndoshta, apo edhe praktikimin e fesë islame, si e përjetove në Beograd? Sepse ne akoma sot, edhe gjeneratat le të themi më të reja, mendojmë që ndoshta nuk është ai vendi më praktikues si fesë islame, për ju si ishte ballafaqimi? Në fillim kur shkova, të gjithë ne e dim për shembull se Beogradi ka një xhami, apo ka një xhami sikurse objekt me minare, kurse përposa asaj xhamia janë edhe 15 mesxhide të tjera. Domethënë saqë në çdo lagje ekzistojnë mesxhide, ekziston mësim besimi gjatë shtunave të dileve, ekzistojnë kora të fëmijëve për ilahia, edhe atë që ekziston në Serbish mësim besimi në shkollat fillore edhe në shkollat mesme, ashtu që ato të cilët të takojnë fesë islame kanë drejt që fëmijët e tyre të regjistrojnë. E di pse bëj këtë pyetje, se ne ndoshta ndonjëherë arsyetojmë veten, themi nuk mund të jem shumë praktikues i mirë sepse unë jetoj në Evropë, e kupton? Unë nuk mund të jem. Dini se Islami është një gjë që është e përkohshme, do të thënë nuk ardhi Islami veç për atë kohë kur i shpall pejgamberit para 1400 vjetëve dhe ashabëve. Islami ka një formulë që mundet mu implementu në gjdo kohë, në gjdo moment. Dhe me thënë edhe kjo është mrekullia e Islamit, edhe kudo që jena në veç, pyetje ishte se a janë musliman shumica apo pakic në atë vend, aty është pyetja edhe a isha i frymëzimi, dhe me thënë se ju afër gjdo mesxhidi gjatë Ramazanit të kishit afrutesh edhe në Beograd edhe në Serbi, kur shkonin në vende ku ka musliman ma pak, për shembull sikurse Subotica e Novi Sadi, keni me pa që edhe ati organizohen iftaret, pa kufra problemi. Ati organizohen edhe Bajramet, sa që edhe në Beograd unë kam marrë pjesë shumë vite me radhë në organizimin e sofrës së Bajramit, e thishim ulica Otvoreno Srca, apo rruga e Zemrës së Hapër,
hapur, ku me afaristët, me biznismenët musliman që janë aty me ambasadat të huaja të shteteve arabe e tjerë, organizojshim dhe me thanë sofrën e Bajramit, me njëherë mas faljes së namazit të Bajramit, në rrugë u hap të sofrë dhe me thanë u organizonte, u rashtonte, ku edhe ato musliman të cilë kanë falë Bajramin me njëherë mundën mu përshkëngjit sofrës dhe ato kojshit tonë të cilët nuk janë besimit islam, mundën me ardhë me ndanë gëzimin me ne, duke ndëgju ilahia, duke hangër baklava, duke hangër qevapa dhe me radhë. Dhe me thanë, gjithmonë ekziston mundësia për praksën, edhe Bajrami, si që thashë në fillim, e ka një hapësirë. Bajrami nuk e ndalon gëzimin, sepse e dim se në transmetimin nga Aisha vjen kur Ebu Bekri në një moment ka hy në shtëpinë e Hazreti Aishes, cila ishte bashortja e pejgamberit, e bia e Ebu Bekrit, se i kanë dëgju në ditën e Bajramit me shoqet e saj ishin të iknu edhe duke përdor veglën apo instrumentin frymëzor dhe me frymë dhe i thavi valle a vegla e djallit e shejtanit në shtëpinë e pejgamberit, në shtëpinë e të dërguarit Allahut a.s. Pejgamberi a.s. e kanë dëgju dhe i ka thënë, o Ebu Bekër, çdo popull e ka festën e vetë, ky është festa jo. Edhe ato ka përfundu biseda. Dhe me thënë, nuk në ndalon neve islami që të gëzohen, parish pyetja pa marrë parasysh, a jemi ne shumica apo pakica, është në pyetje sa jemi ne në gjendje me shpërnda dhe me përhapat vajbin e mirë të them, edhe atë gëzimin që ndim në vedi me të tjerë, pa marrë parasysh a isha i kojshi, familje, mek, shok, apo e shojnë për herë të parë, a i takon apo nuk i takon besimit tonë. E përmendëm që vizitat në festën e Fitër Bajramit janë të rëndësishme dhe ato duhet të bëhen tek njëri tjetri, por Bajrami është ndoshta edhe në një moment emocionohemi dhe për ato njerëz që ne nuk i kemi pranë vetes në atë ditë. Si duhet të ta kalojmë ndoshta dhe a duhet t'i bëjmë vizita në varret e tyre? Sepse është një dilemë, dikush thotë që pajtohet me këtë gjë, dikush jo. Si na shpjegoni ju? Tradita në uqenë, sa di unë është që me njëherë mas namazit të Bajramit të shkohet të vizitohen varret. Islami nuk ka kur gjë kundra vizitës së varreve. Edhe sa që edhe preferohet vizitimi i varreve që të përkujtohen se duhet me vdek, se ne do t'jena prej aty në përsëri, se këtë botë kena Milan një ditë dhe çdo gjatë të kësaj bote. Por kena ishtë një traditë e vendit me njëherë mas namazit të Bajramit, disa njerëz praktikojnë meherë me shku në varre. Ndoshta ajo është praktike, shkohet në varre, kthehet, përfundohet, pastaj vjen të familje. Ashtu se që është islami, dhe me thënë ne këtu i folë për Bajram si kurse një institucion shoqëror, si kurse një kremtim dhe festim i madh, edhe dhe me thënë më së mirë ti është me njëherë mas namazit të Bajramit kthehen në shtëpi ato llokume të cilët i kena përmendur si gratë janë duke përgatit në shtëpi, të ushqehen a njëherë me familje, të gëzohen a njëherë me familjen tonë, me fëmijët tonë, me bashortën tonë, me vllazën, me motër, me gjithë që kena në familje. Pastaj munden me caktu me shku me vizitu ja varret, ditën e parë gjatë ditës, apo ditën e dytë, apo ditën e tretë. Do të thënë, ajo që kishte qenë këshilla ime, edhe përpara, edhe tesh, edhe sot, është që mas namazit të Bajramit, shko ke familja, bën Bajram me familje, pastaj organizoje ditën, a do në me shku në varre, a do me shku me vizitu mi që shok, apo kemi lanë vizitën e varreve për ditën e dytë, apo ditën e tretë të Bajramit. Më së mirë ti, mas namazit të Bajramit, familja. E duam të bukurën, duam që të rregullohemi, të kemi edhe ambientin tonë të bukur, por edhe... Zoti është i bukur dhe edhe në bukurin. Të kemi marrë, prandaj themi e duam të bukurën. Por ka diçka më specifike dhe për atë që ne përmendim, ne themi kana, zbukurimin e duarve tona, të gratë. Çfarë shpjegon kjo? Ekzistojnë transmetimet. Ekzistojnë transmetimet në libre islame që disa prej tabinëve kur vinte dita e Bajramit urdhonte familjen e vet edhe shërptoret që ishin gratë që mi lyt durt edhe kamp me këna, me hëna, ashtu kana, mi zbukuru edhe me stolis trupin e vet për shkak të Bajramit, që
shfaqet publikisht një gëzim, a kanë mu ly mustolis me kana, durët edhe kam, në ata kufin të sheriati që i lejon, a kena mustolis me veshmbathje të re, më të bukur që kena, ajo të shmbaret prej personi deri në person, si ka edhe çfarë mundësi e ka, por për postolisjes në Bajrame kena edhe të pjesën e dhuratave. Pjesë e dhuratave, për shembull në shtetet ku Bajramin e thrasin e Eid, i thonjë Idija. E ne i thojmë Bajramlek. Jo veç, edhe ishte preferueshme gjatë Bajramit, jo veç ai Bajramleku që ne kena tradit me dhënë ndonjë amelsin fëmijëve kur na vin dera apo ndonjë euro të holla me rall, por mi bë traditë dhe mi bë praktik edhe ka lidhje me Islam, është lidhur me Islam me dhuru. Me thënë mi ble dhuratë njëri tjetrit. Sepse ashtu edhe pejgamberi a.s. për Bajram ka fitu dhurat, edhe pejgamberi a.s. ka dhanë dhurat për Bajram. Cekë gjybjet cilën ja ka dhanë Hazreti Omerit, si kurse dhurat për Bajram. Me thënë, edhe ne kena drejt të blem dhuratë dhe të dhurojmë dhe të ndajmë mes vete ato dhuratë dhe ato gëzime. Me thënë, nuk ka kur farë pengese, se për shembull ne për fund vitit të gjitha këto praktikojmë me ble dhurata, jo, mos praktikojmë për këto festa, por të praktikojmë për kremtimin e Bajramit, të Ramazanit dhe kremtimi i Bajramit të Kurbanit, jo veç me ble dhurata fëmijëve tonë, por edhe kujshive, apo ti mësojmë fëmijët tonë që mi ble dhurata shokëve ty në klasë, dhe me thënë nuk ka kur farë pengese. Komplet ishte hapun, a do na mi kremtu Bajramin me turne futbollit, ishte lejumun. Turneu karates, ishte lejumun, me panair artizanateve, është lejumun, nuk ka problem. A do në mi kremtu Bajramin duke kultivu... Me këto çështjet sociale, me jetën tonë përditshme. Aty është qëllimi, do me thanë që të kremtohet dhe njerëz që dalin prej shtëpijave të takohen, të tubohen, socializohen ma shumë, të urojnë, përgëzojnë njëri tjetrin, sepse kanë kryer një ret fetar, një ibadet, një shtyllë islamit, të urojnë njëri tjetrin se janë duke marrë shpërblim prej Zotit në atë ditë, edhe është një harmoni që shfaqet. Dhe në ato raste nuk mundet njeriu me ne mos përfol njëri me tjetrin. Tani, pas muajit të Ramazanit vjen kjo fest e bukur, por a duhet të kemi kujdes që ato ditë që ne nuk kemi mundur t'i agjerojmë, të dimë se kur të temi tani Ti plotësojmë. E definumë, si pas Kuranit, fjallës hyjnore, dhe me thënë ato të cilët nuk kanë qenë në mundësi të agjirojnë muajin e Ramazanit, apo komplet muajin, të një muajin e Ramazanit, apo do një ditë të muajit e Ramazanit, kanë mundësin, apo që të ushqenjë një të varfër, për çdo ditë që nuk kanë agjiru, apo kanë mundësi, apo do të agjirojnë ato aq ditë sa nuk kanë agjiru. Dhe me thënë, kur kanë me agjiru këto ditë dhe kur kanë mu ba to kefarete, si thiren, dhe me thënë, duke fillu prej nesër, sot ishte ndalumën të agjirohet. Kjo dita e parë. Kjo dita e parë e Bajramit, në përgjithësi, ishte ndalumën të agjirohet. Dhe me thënë, është ibadet që të ushqehen edhe që të gëzohen, gëzimi edhe ushqimi është ibadet sot. Dhe me thënë, prej nesër, deri në ardhjen e Ramazanit tjetër, kena mundësi që nëse dikush ti plotësojmë ato ditë që ne nuk kemi ato ditë të cilët nuk i kemi. Ta mbyllim kështu, si fëmijë, edhe fëmijët sot, i shihni që festojnë njëjtë? Duket se po, edhe është një gjë e bukur që uçini e ka mbrojtë atë traditën duke filluar edhe për netet mëdha edhe për Ramazan, për natën e Kadrit, për natën e Bajramit, nezja e dritave, stolisja e qytetit, domethënë nuk ka pengesë me Islam. Stolisja e qytetit për Bajram është një gjë e bukur, stolisja e trupit ton, stolisja e vendit, shtëpisë ton, stolisja e qytetit është gjë e bukur. Edhe vetë ato fëmijë të cilët vrapojnë dhe njasin në për rrugicat tona dhe në për rrugët tona dhe i napin një gëzim më të bukur, më të madh, edhe kjo traditë ishte edhe në shtete tjera ku jetojnë musliman. Edhe ndoshta kishte qenë mirë edhe ato fëmijë para se i napim ndonjë ide, mi thanë me na recitu ndonjë kaptin apo ndonjë sure të Kuranit apo me na thanë ndonjë gjë që kemi mësuar me tep që edhe ti nxisim pak të mësonjë edhe ai cili
din ma mirë, nështë me fitu edhe ma tepër Bajramlak. Shumë e bukur, faleminderit. Faleminderit për është. Teolog Safet Resulbeku, ishte kënaqësi që ishim së bashku sot, të urojmë Bajramin familjarisht edhe gjithmonë Zuar për shumat, edhe Zoti inshallah na i ka pranuar ibadetet tona dhe inshallah e arrisim edhe Bajramin tjetër. Edhe ju ishit gjatë këtij muaji të Ramazanit sikurse televizje lokale një pishtari i Islamit në këtë vend, edhe lut Zotin që t'ju shpërblen të gjithë juve edhe ne që ju keni ndjekur në televizor. Faleminderit. Exona, ishte një bisedë e këndshme. Në gjitha bisedat, faktikisht emocionojmi, sepse marrim shumë gjëra. Në këtë ditë të parë, kështu edhe me Safetin, ku kishte ardhur pas shumë viteve, ishte rikthyer në qytetin e lindjes në Ulqen, folëm, u përmalluam ndoshta edhe për kohrat më përpara se si u festonte Bajrami, por edhe tani. Rikujtuam shumë gjëra. Kalojmë ne në një ilahi, pse jo? Po, patjetër. Shikim të këndshëm.